Vrasja e bujshme në Rinas ishte një ngjarje kriminale tronditse shumë dramatike. Në disa plana ajo ngjarje përbën një dështim flagrant e shumëfisht të forcave tona të sigurisë, nga ana tjetër ka brenda mjaft mistere e zhvillime që do të ushqejnë gjatë kronikën kriminale të Shqipërisë. Siguria është një nga faktorët thelbësor të jetës së qytetarëve, krejt natyrshëm ky argument ka qenë dhe do të jetë në top temat e politikës. Kështu ndodh në çdo vend të botës, krejt logjikshëm, duhet të ndodhë edhe tek ne. Por mënyra se si qaset politika këtij argumenti ka një rëndësi thelbësore pasi adreson një debat publik që tek ne bëhet shtrembër, siç ndodh gjithmonë. Opozita është ajo që shënjestron qeverinë dhe mazhorancën, një normalitet dialektik dhe politik. Por ajo që ndodh me ne, sidomos nga ana e Sali Berishës, por edhe politikanëve të tjerë të politikës e panelistët pranë saj, është se japin pista mbi ngjarjet kriminale dhe caktojnë në mënyrë paraprake autorët, bashkëpunëtorët, shkaqet dhe lidhjet e këtyre ngjarjeve, të cilat në një vend si yni që është i vogël nuk janë enigma. Njerëzit e dinë për shembull se kush janë armiqtë e mundshëm të personazhit famshëm kriminal që humbi jetën në atentat, por dalja e politikës dhe panelistëve me pista ka krijuar dhe deformuar gjithmonë hetime të cilat asnjëherë nuk kanë qenë të plota dhe gjithëpërfshirëse. Është krejt normale që opozita të therras ministrin e Brendshëm në seancë dhe ta zbërthejë me pyetje mbi ngjarjet që ndodhin. Është krejt normale që të kërkohen sqarime dhe ndëshkime për efektivët që shërbejnë si mbrojtës informator apo edhe protektor të baronëve të krimit. Por politika tek ne në këtë rast, mënyra që Sali Berisha e sjell narrativën kriminale në publik është krijimi i një fabule ku sulmon një band apo personazh, duke fshehur apo mbrojtur një tjetër. Siç ka ndodhur në lidhje me telenovelën e ngjarjeve të Shkodrës, ku Berisha sulmoi Bajrajt duke mbrojtur një personazh tjetër të njohur të botës së krimit që sipas tij ishte viktimë nga që ishte vendosur tritol nga ata që i quajtën të këqit. Opozita i ka të gjitha mundësitë për të sulmuar, kundërshtuar, kërkuar largimin apo shkarkimin e çdo zyrtari apo politikani, duke e kërkuar këtë me të gjithë mekanizmat parlamentar, siç ka edhe mundësitë për të mbrojtur gazetarët që raportojnë të vërtetën sa më gjithëpërfshirëse të këtyre ngjarjeve. Por luajtja me pistat, siç ndodh tek ne, bie erë mishdhije. Në publik dihej që në fillim shkaku për atentatin që ndodhi, por në panele nuk e tha askush pasi si gjithmonë ka pista e prioritetet të tjera.